kjo vjen edhe për faktin që besueshmëria e tyre që mediat apo ylli në fillim të emisionit tha udhëheq mëdhej të rëndësishëm, janë 23 individ që paguhen si deputet që janë në parlament pa rrogën e antarësisë, pra pa kaluar primare dhe pa rrogën e qytetarëve, pa votat e qytetarëve dhe pa votat e antarësisë. Pra ti mund të pomposh sa dush individ që menon që do t'i bësh mëdhej, por po s'ke i madh, ai ka shtëpinë, ka 12 hypën ashesor, 3 veta nuk i flet atyre që kanë ashesor. Ti më thu është udhëheq si madh ky dhe përfaqëson opozitën. Nuk ka kokër vota me veten. Vin fillikat në protestë. Po pse i merr, o Muslim, pse i merr ai këta që s'kan vota? Pse i do? Po se janë me këtë, se i jep votat këtu. Kështu i kish marrë dhe ai tjetri para këtij, o mërtir. Se tjetët janë, po këta janë. Shiko, o Muslim, ishte që luli drollën Belin në vallën e Berishës për vitrin. Atëherë po e tjetër pse i bën edhe këto? Ma shpjegoj çik. Erdhë, por sepse unë besoj që ju intereson shumë i pushtet absolut mbrenda forcës që drejtojnë politike, më shumë se sa rrëzimi i kësaj qeverie. Se ndryshe për çfarë? Njerëz pa vota, që kanë 4 mandate rreshtë, nuk i voton familja e tyre, nuk e di pse duhet katapultohen marrjen e këtij subjekti politik që pretendon të vinë pushtet apo që ka qeverisë në 35 vite 13 vjet Shqipërinë. Kemi një bandë dhe luli për të duk kur ti po thu që ai nuk do të vinë pushtet, po do thjesht rrin në krye të opozitës, se përderisa ai merr njerëz pa vota. Jo, dojmë me qejf të madh, edhe luli donte po gjen mekanizmin që të jetë pushtet absolut, që të vinë pushtet, po të ketë nuk rreth vetes. Po me nuk zviet pushtet. Siç ishin kopistat që u kthyn xhepista, pastaj llapista se shkon nga Rama. Po me nuk vjet në pushtet. Me unuk ma pushtetin. Benet Beci ka tenderuar 3.2 miliard euro. 2.4 me Berishën, si drejtori i Fondit Shqiptar të Zhvillimit, 1.8 me Ramën. 4.2. Dhe sot është u bë deputet dhe është kryetar bashkie. Nuk po flas për kopistat tjerë që si maj me emrat jo unë, pas Berishën që i pruni. Po, pyetja është këtu që me unuk ti nuk vjen pushtet. Atëherë i bie që ti s'do me marr pushtet, ti do me ne të kryet partisë. Pra ti ke hallin ose ti ke partia, nuk ka hallin vish pushtet. Nuk ja qelloj këtyre letrave, është ajo që tha Berisha mbledh me grupit kur do dikshin mandatet. Ky është i veprim i fortë dhe luhet all inclusive, oj fiton gjithë, oj humb gjithë. E duan pushtetin, e duan. Unë nuk them që se duan rreth. Por e duan me njerëz që nuk ja prishin ty me duhanit dhe që nuk mendojnë ose edhe kur mendojnë, e bëjnë truni synet që të përpiqen të mendojnë siç e ka qef udhëheqësi. Jo të thonë atë që se kur i takon kafe tek e tek, një lloj si unë flasin dhe këta. Po kur dalin media pastaj, gjithë mendojnë që ka Berisha putje në televizorit dhe po i shef. O, bo që e prisha biografinë dhe të më heqin nga lista. Është problem lista, më shkallëzy sistemi. Po mirë, tashi, po t'jetë listë si Kosova 100% e hapur, unë të garantoj që do të ketë shumë burra dhe gram, më kur ajo se të t'ja thonë 5 fjalë në sy, kujt do lideri? Edhe majtas, edhe djathtas. Tani kush e ka fajin këtu, këta që janë unuk apo ky që zgjedhë unukët? Se këta unukët duhet në rregull fare. Nuk janë punë veta por. Po janë në rregull ata ti unuk janë ata, atë bëj. Unë kam thënë, ky që i zgjedh ta, a kanë faj ky? Ta kanë faj kur vin, pra faj ka ai që i merr. Po pikërisht pra. Por faj kryesor është prilli 2008-s o mërtir. Një pazar kjo është histori, po flasim për sot. Për hequr sovranitetin e votës shqiptarëve. Dakord, atë e dim ne, po flasim sot. Se ajo iku 2008 ku po që të dytë monopolizonin karrikën e në i farë mënyrë e mretit tek partitë e tyre politike. Po pra, në këto kushte mendojnë, a nuk ti, si mendon, a nuk është problemi që duhet heq? Më tonë e fiks shtek. Në këto kushte, si shta zoti Lesi, që opozitat ketë kaos, duhet i vëj kusht Ramës, që ta votoj për ke bordi i Trahanas, jo i Paqes. Se ku shof Lukashenko dhe Putinin mrena, që vret Ukrajina zala, e do të vëj Paqen Gazën vjen për qesh. Opozitat duhet të dalë me 1-2 kauzat të besueshme, thotë do ndryshoj sistemi zgjedhor, do ndryshoj reformën territoriale që edhe unë vit rrinatën aty, që të ketë vlerë vota si qytetar. Pavarësisht nëse jam apo s'jam unë, njëri që do të jem nesër në listat e PD-s. Por kur për check-upin e kësaj vitmës më flet edhe për laboratorin e Dyqanqiu Berat dhe hesh për dializën e Klodë Lejbeut apo për 130 milion euro laboratorat e Janis Karathanisit, sot nuk është televizioni 95 që jep lajmet vetëm Vjoca Vokshi. Çdo qytetar ka nga televizion vesh ta lexon gazetën në xhep. Unë kam thënë më mirë opozitë dobë sa një opozitë selektive.
Nëse flet për fenomenin korruptiv të koncesionit duhet ju bish gjithë. Se ju e mbani mend të Kjo që thot i Kjo që kujton Muslimi tani se është shumë e bukur. Atëherë se më kujtohet mua që kam bërë një Çfarë kujtoj? Jo, është shumë e saktë kjo që thua ti sepse mua më kujtohet. Se unë e ylli kemi bërë 2 emisione për bankësin, po këto s'flasin për bankësin. Po njerin botë bankës në kysin fjale. Dhe atëherë kur thotë Muslimi që i lexonte lajmet Vjosa Vokshi, atëherë për shembull, në qoftë se s'do të ishin dorë Ju kërkoj njerëz brezit që nuk e manen. Në mbledhje ja merrte Petrit Karakulis dhe Eduard Selami dhe ja kalonte doktorit Aida Sheu. Doktor Trokitit. Ja kam shkruar unë një letër. Po. Dhe këtu tani. Me kështu me montazhe. Ja merrte më, po të kish duar të këtë për ty se merrte dhe i kalonte këtu. Tani. A ju dhe di mirë se ka qenë nga Albania në atë kohë. Po, atë ka qenë aty thuj. Po pra aty ke para Allama. Kur ditë të yllit të jetë takoj e Berishën deri në 98. Tani Tela. Tani, po i bëjmë gjyqjen opozitës edhe Partisë Demokratike. Tani, në qoftë se ti vjen. Ne që po flasim për Ne kemi mitingun e Partisë Demokratike. Edi Rama nuk ishte. Sa ylli tha që nuk dalin të televizor. Dhe ta shim që ti vlla del jashtë dhe pret, vjen pjesë e dytë, një minutë. Ylli. Del, pret, vjen pjesë e dytë. S'do të ke qenë flas për këtë. Vjen pjesë e dytë. Por ti po thuaj gjë të çuditshme. Ne po flasim për mitingun. Ylli. Dhe ato do flas do. Dhe ai zotëria aty po thotë që ja se marrova edhe po largoha. Nëse ja një sekond vetëm, nuk rrezohej. Ata të pëse se nuk ka fuqi të rrezohet Edi Rama me këto që janë bërë këtu. Ka ikur për lesh puna. Po mirë, tani çfarë bëjmë ne, të themi ky është një miting shumë i lartë dhe nuk do ikë të shtunë, do ikë të shtunë tjetër. Tani, do ta themi kështu. Jo. Edhe ta mbyllim. Mos ta themi që do ikë të shtunën se nuk tha njëri nga ata që të shtunën do iki. Jo, të shtunë për të. Unë mbajmend që Lulzim Basha thoshte Edi Rama sot s'është më kryeminist. Edi Rama e hoqi Lul Basha e hoqi një 40. Por Lul Basha e hoqi Edi Ramën 40 o zotri. Që t'jemi korrekt. Që t'jemi korrekt, domethënë edhe zoti Berisha, edhe të tjerët, kanë thënë kjo është protestë datës 24 janar. Ne do vjojmë me protesta tjera, qeveria nuk rëzohet me një protest, qeveria dhe Edi Rama rëzohet me zgjedhje, këte kanë filluar t'i thonë, nuk e bënë si për pare, që do dalim atje dhe rësot rëzohet. Kështu që edhe këtë të shtun, nuk është se e thanë, do shkojmë të shtun dhe do e rëzojmë qeverin. Ajo që ndodhi këtë të shtun, është kishte më tepër njerëz se një protest më parë të dhjetorit. Kishte më tepër agresivitet se sa një protest më parshme. Dhe ndoshta kjo, edhe për atë teatralitetin që thua ti, por ndoshta kjo ndikon për i lloj sensibilizimi, sepse ato media të huaja që kanë pasqyruar atë që ndodhin protest, ndoshta do ngrenë pyetje në orë çfarë ndodh atje në Shqipëri, se zgjedhjet u bën maj dhe kjo qeveria fitoi me shumicë zërmuese. Pse po dalin këta në protest? Cilat janë arsyet dhe do kërkojnë arsyet e kësaj proteste. Por ajo jo më një sekond, për ta bërë më interesant bisedën.